Mirë, ndërkohë të ndalemi në një tjetër informacion, pasi duket se situata meteorologjike në vendin tonë është përkeqësuar ndjeshëm. Prefekti i Qarkut të Shkodrës ka informuar opinionin publik se sipas të dhënave të siguruara nga strukturat operacionale në terren, në territorin e Qarkut ka nisur rreshtet e dëborës kryesisht në zonat malore, ndërsa në zonat e ulta vijojnë rreshtet e shiut. Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës ka njoftuar se në zonat me fluks të lartë lëvizje dhe në akset rrugore, ku ka prezencë dëbore dhe ngricash, është shtuar patrullimi dhe shërbimet e policisë rrugore. Policia apelon drejtuesit e automjeteve të përdorin goma dimrore ose zinxhir për të respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Ndërkohë sa i përket Bashkisë së Shkodrës, në territorin e bashkisë vijojnë rreshtet e shiut, ndërsa në zonat malore ka rreshje dëbore. Në aksin rrugor Bog Theth, mjetet e mirëmbajtjes ndodhen në terren dhe po kryejnë hedhjen e kripës, megjithëse në disa segmente rruga paraqitet me ngrica. Në qaftësore, trashësia e dëborës arrin rreth 15 cm dhe qarkullimi vijon pa probleme. Sa i përket malësisë së madhe, në Koplik vijojnë rreshtet e dëborës me trashësi rreth 3 cm. Sa i përket bashkisë Fusharzit, vazhdojnë rreshtet e dëborës me intensitet të ulët, trashësia e dëborës ka arritur 5 deri në 8 cm. Rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Në bashkinë e Pukës ka rreshje dëbore me intensitet të ulët, trashësia e dëborës ka arritur në 5 cm. Momentalisht nuk raportohet situatë problematike. Ndërkohë, nga Drejtoria e Rrugëve të Shkodrës bëhet me dije se aktualisht në akset rrugore që mbulohen nuk paraqiten probleme sa i përket qarkullimit. Prefekti i Qarkut Shkodrës është në ndjekje të vazhdueshme të situatës dhe u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, veçanërisht në zonat malore, si dhe të ndjekin njoftime të zyrtare të institucioneve përgjegjëse.